Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na thotë se në listën e votimit janë 3.713.761 shqiptar. Censusi i qeverisë shqiptare, pak i fryrë, na thotë se në Shqipëri jetojnë 2.4 milion banor. Nga këta 2.4 milion banor rezident në Shqipëri, 600.000 nuk votojnë se janë në moshën 18 vjeç. Nga diaspora janë regjistruar për të votuar në këtë zgjedhje edhe 245.000 votues. Pra në Shqipëri kanë të drejtë vote 1.8 milion banor nga 3.713.761 shqiptar që ka lista në KQZ. Ky fakt dëshmon qartë se lista e votuesve është më shumë se 2 herë më e madhe nga shqiptarët me të drejtë vote brenda vendit. 1.9 milion votues më shumë në lista nga sa janë shqiptarë me të drejtë vote në vend. Deri në orën 16:00, KQZ njofton se kanë votuar 36.11% ose 1.340.700 shqiptarë. Por kjo shifër vlerësohet me listën e KQZ-s, jo me numrin real të shqiptarëve brenda vendit. Në të vërtetë në Shqipëri kanë votuar deri në orën 16:00 74.5% e popullsisë me të drejtë vote brenda vendit. Kjo është shifra e saktë e pjesëmarrjes në votime dhe nuk është e ulët, por shumë e lartë. Prandaj shqiptarë mos humni kohë, shfrytëzojeni edhe këto pak orë që kanë mbetur për të votuar të ardhmen e vendit tuaj.